Ajo që ndodhi në Roskovec është një tragjedi që brenda saj mban veprat më të rënda që mund të kryejë një qenie njerëzore, pengmarrje, vrasje dhe në fund vetvrasje. Mëngjesin e 24 korrikut, rreth orës 6, Nertil Buzi shkon në fshatin Vidhisht në Roskovec dhe vret me armë zjarri i zhvierrin e tij, 55 vjeçarin Arben Plaka, ndërsa lot plagosur rëndi zhvierrën Belere Plaka. Pas këtij krimi, ai largohet me makinë, por jo i vetëm. Brenda saj mbante pengisht fejuarën. Ngjarja alarmoi policinë, e cila vuri në dispozicion ekipe speciale të Reneas, të cilët pas disa orë kërkimesh lokalizojnë vendodhjen e Nertil Buzit bashkë me ish fejuarën. U deshën disa negociata me qëllim që ai ta lironte atë dhe të dërgojë në spital. Por pjesa më e vështirë do të ishin negociatat me autorin Nertil Buzi. Forcat Renea bashkë me prokurorin e çështjes tentuan për orë me radhë që ta bindin atë të dorëzojë, duke tentuar shmangjen e ndonjë tjetër tragjedie. Nertil Buzi me vete kishte edhe armën e gjallë me cilën kreu krimin në mëngjes. Por teksa orët kalonin, negociatat u bën dhe më të vështira. Rreth orës 16:35 minuta, dyshohet se në gjendje të rënduar për atë që kishte kryer dhe kishte ndodhur, Buzi i jep fundjetës pikërisht me armën që kreu krimin e mëngjesit. Rreth 3 orë më pas, policia do të njoftonte që në spital kishte ndërruar jetë edhe i zhvierra e tij, Belere Plaka. Kjo ngjarje prodhoi 3 viktima brenda ditës. Sipas asaj që është mundur të dokumentohet nga deklarimet e Nertil Buzit gjatë kohës së negociatave, ai është shprehur se familja e ish fejuarës i kishin marrë mbi 700.000 pound gjatë kohës që ai qëndronte në Angli, çka duket se ky konflikt financiar e ka bindur Nertil Buzin të ndërmerrte hapat gabuar që do të prodhonin tragjedinë e trefisht. Buzi ndoshta ishte një emër i panjohur për drejtsinë shqiptare, por për ata angleze, situata është krejt ndryshe. Në vitin 2022, ai do të merrej peng nga 7 persona në Angli, çështje që dyshohet se lidheshin me shtëpitë e kultivimit kanabisit. Do të ishte pikërisht vëllai i tij që do të denonconte në policinë shqiptare që Nertil Buzi po mbaj peng, e më pas, në një operacion të përbashkët mes shqiptarëve dhe anglezëve, u bë i mundur lirimi i tij. Mirë të dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë ndodhi në 24 korrik në Roskovec, një tragjedi e trefisht. Dasma nuk u bë kurrë, një familje u shua brenda pak orësh. Negociatat nga ana e forcave Reneas bashkë me prokurorin dështuan. Nertil Buzi, autori i vrasjes së dyfisht, vrau veten. Mirë, për të kuptuar më shumë mbi këtë tragjedi, a mund të ishte parandaluar apo jo? Unë kam të ftuar sonte në skenë krimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Karanja, shumë faleminderit. Përshëndetje. Në lidhje direkte kam avokat Arben Langozin. Avokat, falenderoj që je pjesë të skenë krimi sonte. Faleminderit, përshëndetje. Në gjykimin tuaj, duke lexuar atë se çfarë ndodhi pra në Roskovec, mendon se mund të ishte parandaluar si tragjedi, duke marrë dhe themi rrethanat ligjore? Rrethanat ligjore, unë mendoj që nëse ne do gjykojmë apo të paragjykojmë sistemin gjyqësor te rastet e dhunës në familje apo marrëdhënie në familje, statistikat kanë treguar që sistemi i drejtësisë në këtë fushë ka qenë shumë efektiv. Madje ne kemi pas raste edhe për pjesë parandalimesh, kanë qenë vendime të ekstreme, vendime dënimesh nga gjykatat dhe nuk mund t'ja lëmë fajin pjesës së sistemit drejtësisë. Unë vlerësoj që këtu nuk kemi një dhunë në familje për shkaqe xhelozi apo shkaqe të tjera. Këtu kemi luftë ekonomike e cila apo një krim ekonomik e cila ka sjell pasojën e vrasjeve të trefishta tashmë. Unë vlerësoj që kjo ishte jo pjesë e parandalimit, sepse nuk mund parandalohet, se vlera monetare ishte një vlerë shumë e lartë, diskutohet diku te rreth 500.000 pound që ishin marrë nga familjarët e vajzës dhe nuk refuzonin që t'ia kthenin. Pra shkaku nuk ka qenë dhuna në familje, po ka qenë konflikti në lidhje me pasurinë. Dhe kjo ka çuar në këtë agravim kaq të madh që u morën dhe këto masa kaq ekstreme. A mund të parandalohet? Padyshim që nëse strukturat në tërësi do kishin funksionuar, normalisht që do ishte parandaluar. Pse do ishte parandaluar? Sepse të fusësh në Shqipëri për një vit 500.000 pound nga shteti anglez dhe të mos kesh asnjë lloj kontrolli, unë mendoj që kjo
nuk ka funksionuar shteti, sepse padyshim që këto vinë nga një aktivitet kriminal, se 500.000 pound nuk I bën askush në Shqipëri me punë të ndershme, apo edhe qoftë jashtë shtetit, në asnjë vend të botës. Kështu që ky burim I këtyre të ardhura dhe këtyre vlera monetare duhet ishte kontrolluar nga institucionet ligj zbatuese, gjë që edhe sot nuk është se kemi një reagim se si është krijuar kjo vlerë monetare, a është me burim të ligjshëm apo me burim pa ligjshëm, dhe pse nuk janë marrë masa nga institucionet ligj zbatuese shqiptare për këtë fakt. Problemi është sistemi, avokat, problemi është sistemi havala, domethënë ai I cili bën transferimin e parave nga një shtet X dhe I sjell në Shqipëri me bazën e përqindjeve, pra I depoziton parat, po themi 100.000 pound diku në Britani, del garant personi atij dhe ti shkon merr parat në Shqipëri pa kaluar fare në asnjë rrugë ligjore, më kupton? Kështu që nuk e di sa e mundur është. Nëse ne do t'i referohemi deklaratës së prindërve të djalit, ata kanë deklaruar që lekët kanë kaluar në emrin e vajzës. Pra kjo ka qenë ajo pjesa që duhet kishte funksionuar sistemi, sepse lekët nuk është se kanë kaluar në dorë, por lekët kanë kaluar në emrin e vajzës dhe kjo është pretendimi I ngritur nga familjarët. Pra nëse do kishte funksionuar sistemi apo kontrolli, atëherë nuk do kishim këtë lloj lufte, sepse do ishim parandaluar konflikti. Pra parandalimi do të jetë në tërësi, nuk duhet të jetë se një çifti apo një marrëdhënie familjare nuk do t'i lëmë një policë te dera, sepse ajo është një marrëdhënie familjare e cila ne shpeshherë ka degraduar në Shqipëri, nuk është se është rasti I parë ky që ne kemi pas dhunë familje. Por ne nuk do të japim ngjyrat e një dhune në familje. Sepse kemi një vjedhje e pastër që është bërë nga pala tjetër. Dhe me ndoshta personi, pastaj unë nuk e nxis dhunën, por personi ka pasur një shkak më tepër, jo konfliktin e miqësisë së prishur, por konfliktin e vjedhjes pasurisë së tij. Dhe kjo është që duhet të trajtohesh nga organet ligjzbatuese. Ne I qartë. Faleminderit Langozi. Karanja, tani ju në karrierën tuaj keni ndjekur pafundësisht raste të krimeve të rënda të kësaj, qoftë edhe të kësaj natyre, domethënë. Problemi është që personi ka qenë me masën e sigurimit arrest në shtëpi. Nga informacionet e mia di që ka bërë dhe ankimim në apel, në gjykatën e apelit, sepse nuk ka qenë dakord me këtë masë nga ana e prokurorisë, nuk di që të ketë pasur reagim, ka qenë në masën e sigurimit për veprën penale të përndjekjes. Çfarë do të thotë kjo? Ma trajton dot, që ta kuptojmë pak më thellë? Vepra penale e përndjekjes është parashikuar si krim në mënyrë të posaçme në nenin 121 atë kodit penal. Që kuptojmë me përndjekje? Me përndjekje kemi veprime të përsëritura, të cilëve, kemi veprime të përsëritura për të ndryshuar mënyrën e jetesës së një personi tjetër. Që kuptohet? Pra I del në rrugë, e shqetëson. Kjo vepra penale është në rrethana të cilësuara, pra domethënë shtohet masa e dënimit me 1/3, kur personat kanë pasur lidhje shpirtërore. Që kuptojmë lidhje shpirtërore? Kanë qenë dashur, bashkëshort, ish bashkëshort. Pra ti, nëse për djeg ish të dashur, atëherë kjo është vepër penale që ka dënim akoma më të rëndë. Sepse mund të ndodhë një çift lidhet, për një shkak apo një tjetër ndahet. Pala tjetër nuk kërkon të lidhet më. Thonë, s'du të lidhet më. Jo, ti do lidhesh edhe shetone, e lo dhe e përndjek. Dhe kjo vjen përndjek që I kthehet në gjendje akti. Pra dhe ajo kërkimi përsëritur në mënyrë të ndrohet në përndjekje, po themi. Të kthehet në akt. Pra kur një person kthehet në akt, atëherë është vepra penale e përndjekjes. Fakti që ky shtetas është arrestuar për nenin 121A tregon që ka dyshime të arsyeshme që është kryer vepra penale përndjekjes e parashikuar nga 121 paragrafi 2, pra që ka rrethana rënduese. Pra se kur është nga ai që ka lidhje shpirtërore është rrethan rënduese, se rritet masa e dënimit me 1/3 e dënimit. Pra saktohet dënimi, për shembull nëse dënohesh 1 vit, shtohet dhe 1/3 e 1 vitit. E qartë. Pra shtohet dhe 1/3 sa do I bie edhe 4 muaj plus. Shtohet 4 muaj. Më pas mund është procedurë, nëse procedohet me gjykim shkurtore, ulet 1/3, por nga pikpamja ligjit material, pra e dispozitës që dënon në 121A, dënohesh për këtë dispozitë rritet me masën e 1/3. Ankimin në apel. Okej, seroni ankimin në apel. Ankimin në apel, siç e tha dhe unë nuk kam në djeni, por është bërë nga I Panderit, që ka kërkuar I mas tjetër dhe është akama me masë sigurimit arrest shpirtëror. Pra, domethënë, apeli ka lënë në fuqi, pra, e ka lënë në fuqi se apeli nuk mund vendos mas tjetër
kur ankus është i panderu, nuk mund të rëndoj pozitën e personit në netim. Kur është ankus prokurori, atëherë mund ta rëndoj pozitën, por kur është i panderës mund ta rëndoj gjykata. Atëherë e ka lënë ankus nuk ishte prokurori në këtë rast. Ankus, domethënë, praktikisht i bin, domethënë, në çka diskutuar, domethënë, çka kemi gjuar nëpër media, domethënë, e vërtetë është nuk ka qenë ankus vetëm vetë, nuk ka qenë prokurori. Tani, ideja është i bie që ditën e kaluar, 24 korrik, Nertil Buzit ka thyer masën e arrestit në shtëpi. Po, ka dalë. A mundet që ne të vlerësojmë apo ju në cilësinë e prokurorit, a mundeni të vlerësoni që kemi të bëjmë me atë se çfarë ndodhi me një vrasje me paramendim që Nertil Buzi ishte paramenduar hapat që do ndërmerrte. Shkojmë dot deri në këtë pikë? Mendoj që duhet parë që ai ka pasur një armë zjarri me vete, që ka qenë çifte. Mund të ketë shkuar, domethënë do shifet dosja. Të jemi korrekt, duhet parë dosja. Pra ky ka shkuar me paramendim, i ka goditur njerëzit pa i fol fare. Se nëse shkon e godet pa fol fare, kuptimi atëherë është me paramendim. Ka pasur debat, s'ka pasur, do ta zgjidhin dëshmitarët. Sepse nëna ose vjera e tij është akoma Jo, ndrojet njoftoi policia që ndrojet vetëm vajza kanë mbetur gjallë në këtë. Vajza i bie janë 3 viktima bashkë me autorin. I bie janë 3 viktima. Atëherë, nëna, domethënë autori dhe baba janë 3 viktima, kurse vajza është dëshmitare populare në ngjarje. Do shifen edhe mjetet e tjera, komunikimet që të ngrihet një akuzë qartë, pra ka shkuar me paramendim apo është një sherr, një konflikt i çastit që ka shkuar. Mjeti i përdorësh një çifte që cili si pasojë atë rëndë, sa është për me godit dhe kafshët, pra është me kafshët e egra që është pra trupi njeriu është më i dobët se kafsha, edhe nga pikpamja fizike, kështu që ai e ka realizuar qëllimin. Pra do të shoh kemi të bëjmë me një konflikt, pra pse është thyer arresti i shtëpisë, sepse ai ka pranuar të bëjë një vepër penale, ka bërë një vepër penale, pra që ky e ka nisur qur ka shkelja arresti i shtëpisë, sepse shkelja e arrestit i shtëpisë përbën veprën penale të largimit nga vendi i qëndrimit. Pra ky në vetvete është vepër, pra ky ka bërë një vepër, ka marrë një armë zjarri çifte dhe ka shkuar te vendi i ngjarjes. Ndërkohë, siç e tha dhe avokati Dangozi, diskutohet për një shumë parash. Të paktën çfarë është përfolur, flitet edhe mbi 700.000 pound, është fol 500.000, 700.000, po duhet parë, ne nuk hetimi duhet ta verifikojë edhe këtë. Është e vërtetë apo jo që është marrë kjo shumë parash? Pra, si janë, çfarë aktiviteti është bërë, pse këta kanë përfituar nga kjo shumë, sepse ka përfituar dhe në fund fare këta ai nuk e ka vrarë. Pra këtë vajzën nuk e ka vrarë. Pra, fati që se ka vrarë mund të jetë, domethënë mund të jetë është bërë pishman për atë që ka bërë. Pra i vrau prindit dhe e laktën, sepse mund ta kishte vrarë këtë. Ai armë fishere dhe kishte fati që ka vrarë veten, tregon që ka pasur municion për të realizuar veprën penale të vrasjes. Ai nuk është dorëzuar më kuptimin ashtu dhe ka vrarë veten. Pra e ka liruar këtë personin një vajzë. Mbas negociatave me René ka qenë një nga momentet kur e liroi. Dyshimi mund të ketë qenë një mendim aty për aty, në një konflikt që i ka goditur, sepse e kishte vajzën mund të kishte vrarë dhe kishte marrë punë, pra ishin me 4 viktima. Fakti që nuk e ka vrarë tregon që mund të kemi një konflikt të çastit. Megjithatë, të jemi korrekt, duhet presim hetimin që t'i japi zgjidhje problemit. Pra, se si ka vepruar në vendngjarje në mënyrë të menjëhershme apo ka pasur debate, biseda mirë. Pavarësisht saj, vepra penale është një vepër shumë e rëndë, nuk justifikohen. Shqiptarët duhet i zgjidhin çështjet me qetësi. Ky person që bëri të veprën penale e la personin që ka pas lidhje shpirtërore, e la jetime, pa prindër dhe la një breng tron, qoftë për njerëzit e vet, për familjarët e vet, qoftë dhe për familjarët e viktimës. Pra ky ka bërë domethënë një veprim që mendoj që mund të jetë i momentit, por duhet të mendohen mirë lëvizjet që bën njerëz, sepse është një veprim shumë i rëndë që ka sjellë pasojë qoftë trona, qoftë për familjen, qoftë dhe për njerëzit që la pas. E qartë, faleminderit Karanxha. Faleminderit dhe ju për. Langozi, çështja e negociatave në fund që dështuan ndërmjet autorit, i cili u kthye në viktimë, dhe negociatorëve të Reneas bashkë me prokurorin në vendngjarje. Unë mendoj që djali ka qenë në kushte të tronditjes së rëndë psiqike, sepse siç e tha dhe Karanxha, tu kemi një kozgjatje në kohë, pra kemi një krim të kryer në kohë jo brenda momentit. Dhe kjo e ka bërë atë që të jetë në kushte të rënda. Unë mendoj që aty ka pasi konflikt me familjarët për shkak të vlerave monetare dhe ka agravuar më tej në një konflikt. Unë vlerësoj që duhet tetohet edhe vepra penale e vjedhjes me anë të mashtrimit, sepse nëse janë këto vlera monetare dhe janë përfituar nga vajza, duhet tetohet edhe kjo pistë.
Në qoftë se do dalim te negociatat, si rrallë herë vlerësoj që negociatat në rasti konkret mendoj se do jenë plotësisht korrekte, sepse ligji e përcakton në mënyrë të qartë që në moment që kemi një vepër kaq të rëndë, prokurori duhet të jetë në krye të udhëheqjes së hetimeve si rrallë herë. Në Shqipëri, sidomos me drejtsinë e re, prokurorët nuk dalin në vendngjarje. Në rasti konkret, prokurori ka qenë vetë pjesë e grupit hetimor dhe vlerësoj që veprimet kanë qenë shumë korrekte nga ana e policisë së shtetit. Dhe nuk mund ta paragjykojmë dhe si në rastet e tjera kur policia e shtetit ka qenë personi dyshuar që mund të kishte kryer dhe krimin e vrasjes. Në rastin aktual unë kam besim se vetë fakti që prokurori ka qenë pjesë e grupit hetimor nuk ka manipulim të kësaj ngjarje. Skenat apo rastet e vrasjeve apo edhe aksidenteve, në moment që prokurori nuk ka marrë pjesë në vendngjarje, kanë qenë fatale sepse policia e shtetit gjithmonë është munduar të manipulojë dhe të mbulojë ngjarjet. Në rastin aktual vlerësoj që është një rast për të vlerësuar dhe prokuroria, mendoj që në kohën e asaj prokurorisë vjetër, sistemit vjetër të drejtësisë, ndoshta zoti Karanxha më korrigjon, prokurorët në raste të rënda të tilla dilin vetë në skenën e vendngjarjes. Në rastin në drejtsinë e re, prokurori Flegjum edhe prokurori Gatshëm nuk del në rastet e ngjarjeve të tilla të rënda apo dhe rasteve të tjera dhe aksidente me pasojë vdekjen. Prokurori kur ka një rast të tillë duhet të dalë. Dhe unë vlerësoj që kjo procedurë është bërë korrekte dhe nuk lë vend për dyshim.